Pas prajmit të dieshëm, situatat brenda në shtëpi kanë ndryshuar rrënjësisht, duke bërë kështu që të ketë debate të forta, por edhe momente shumë të bukura midis disa banorëve që pretendojnë që të krijojnë çift. Bëhet fjalë pikërisht për DJ Gimbon dhe Selin. Pas një debati shumë të gjatë dhe të rëndë, apo të agrovuar me Selinit dhe Mjerit, Gimbos i ka pëlqyer shumë kjo gjë, dhe pas prajmit ai i ka shkuar afër Selin për të kaluar kohë së bashku. Selin ishte ajo që ishte munduar t'i bëjë dhurata Gimbos për ditën e të dashuruarve dhe kishte futur në një çantë shumë ëmbëlsira apo pije, pra diçka që mund të gjente brenda në shtëpi për të gëzuar sadopak Gimbon, dhe në momentin që ja ka dhënë, ai e shprekur shumë dhe e ka përqafuar Selin. Por më pas ishte Brikena ajo që është hedhur në shtëpi e gëzuar duke thënë që ka parë një puthje, dhe atëherë Selin e ka shpjeguar se çfarë ndodhi. Ishte pikërisht pas dhuratës së Selin, kur Gimbo i tha që ajo ka një qerpik, dhe në momentin që Selin ka mbyllur syt, Gimbo e ka puthur. Selin ka shprehur që nuk di në qoftë se t'i qëndrojë, e acaruar dhe e mërzitur apo e gëzuar atij, pasi kjo puthje nuk e ka mërzitur sadopak, por thjesht fakti që e bëri papritur. Më pas ata të dy kanë qeshur dhe janë përqafuar edhe një herë, duke ja treguar këtë gjë edhe Gretës, kunatës së Selin, e cila ka shprehur se i mbështet ata dhe janë një çift shumë i bukur. Ky moment ka gëzuar të gjithë dhe i gjithë publiku nga jashtë shpreson që të shikojë ata së bashku, si një çift me ndjenja të vërteta, pasi shpeshherë e kam parë Gimbon i cili e lëmën janë lojën dhe vazhdon të jetë pranë Selin në çdo moment. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.